mos bëni si të habitur. Dhe ne mendojme, po unë nuk po e kuptoj pse po më ndodh mua kjo gjë. E po pse jo ty, kjo ndodh të gjithëve, nuk e ka qitrënditur kur u ndodh atyra. Çdo ditë, lutuni. Frymë e shenjtë më mbush. Më pagëzo sërish. Me fuqinë e frymës së shenjtë, tani, me frymën e shenjtë vijnë edhe dhunti për të cilat ne nuk flasim sa duhet në kisha sot, që janë cilësi të mbi natyrshme fuqie. Po them, ju do të ishit si një lampë jo e fuqishme në një kuti, po të mos i donit të gjitha ato cilësi mbi natyrore të fuqisë që mund të mernit, sepse sa më shumë fuqi të keni, aq më e lehtë bëhet jeta. Dhe kështu, nëse s'keni dëgjuar për këto dhunti, unë kam përgatitur një mesazh të plot që do ta bëj gjatë këtij viti, dhe ato janë fjalë urtësie. Diturim mbi atë që duhet të bëjmë në një situatë kur nuk dim se çfarë të bëjmë, fjalë njohurie. Kështu shumë njerëz thonë, oh, nuk mund ta besoj atë që the kur po predikoje, ajo ishte nga e dija atë gjë. Mirë, e dini dhuntit e frymës së shenjtë mund të veprojnë përmes jush dhe ju as nuk do ta kuptoni. Dhe ai e bën për të mirën e të gjithëve, s'janë që ju të mburreni e të thoni shiko ç'mund të bëj unë, por për të ndihmuar të tjerët. Perëndia do që të ndihmojmë njerëzit. Aftësia dalluese e frymës. Të dim kur dikush ka shumë probleme. Duke bërë disa hetime, nuk mendoj kështu. Jo, në fillim do të hetoj për pak kohë. Amen. Disa nga ju zonjat i kanë hapur vetes probleme me ndonjë djalë dhe duhet të kishin përdorur pak nga kjo aftësi dalluese. E dinin që kur e filluan këtë gjë, mund ta dallonin, por ishin të vetmuara, të friksuara se kush do të kenë dikë. Besoj se mund ta ndryshoj atë, jo nuk mundeni. Më besoni, më mirë të jeni vetëm se sa të jeni me dikë që ju bën të ndiheni të dëshpëruara. Dhe ka mrekulli dhe dhuntia e shërimit dhe dhuntia e besimit dhe të folurit në gjuhë dhe interpretimi i gjuhëve dhe profecia, ju mund të mendoni, mos më thuaj se dhe ti flet në gjuhë. Mabel, duhet të ikim. E po, e dini çfarë? Kini një mendje, por mos kini mendje mbyllur. Perëndia im, nëse është diçka që Perëndia ka dhe ju mund ta keni, por nuk e keni, atëherë duhet të thoni Perëndi, unë dua ta di këtë. Hidhini një sy, lexoni atë që Bibla thot për këtë. Shpesh njerëzit duan që ne të predikojmë mbi atë që ata kanë dhe që ata nuk kanë, por fakti që ndonjë nga miqtë tuaj nuk i ka përjetuar këto gjëra, nuk do të thosë se ato janë biblike dhe ju duhet të synoni çdo gjë që Perëndia dëshiron t'ju jap. Lutuni për këto gjëra. Dëgjoni, jeta juaj e lutjes mund të jetë e ndryshme që nesër. Më mbush me frymën e shenjtë. Më fuqizo sot që unë të sillem mirë pavarësisht asaj që po ndodh në botë. Më përdor sipas dhuntive të frymës, mësojini ato, fjalë urtësie, fjalë diturie, aftësi dalluese, dhuntia e besimit, gjuhët, profecit, interpretimi, shërimet, mrekullit. Më përdor Zot, dua t'i shoh ato në jetën time, apo më dëgjoni të gjithë. Kështu, sa nga lutjet tuaja janë për atë që ju doni, dhe sa prej tyre janë për atë që vërtet ju nevojitet. Dhe unë mund t'ju them, na duhet forcë frymërore shumë më tepër nga sa na duhet një shtëpi e madhe. Apo një i dashur.
apo një ngritje në detyrë. Ajo që Perëndia do të na japë për jetën e brendshme. Mban jetën tonë të vërtet. Perëndia e respekton insistimin dhe do t'ju them diçka që ndoshta s'doni ta dëgjoni, por do t'ju them se duhet të prisni kundërshtime. Nëse mendoni se të qeni ti krishter, është një ecje në park të dielën pas dite, do të keni vërtet shumë probleme. Sepse djalli ju uren dhe gjithmonë, por sidomos, nëse jeni në prag të një suksesi të madh në jetën tuaj. Nëse lexoni një libër, kjo do t'ju ndihmojë. Nëse vendosni të shkoni në kishë apo në një studim biblik, nëse vendosni të keni kohë të rregullt lutjeje, nëse vendosni të ndihmoni njerëz apo të jepni më shumë, sa herë që ju të hidhni një hap në drejtimin e duhur, edhe djalli do të hedhë një hap dhe të shohë nëse mund t'ju kthej pas. Dhe kështu ndonjëherë duhet të jeni gati që të luftoni luftën e mirë të besimit. Kam 3 shkrime që dua t'i vë në ekranin t'i shihni. E para e Korintasve 16 vargu 9, sepse mu hap një derë e madhe dhe e efektshme në Efes, një mundësi shumë premtuese dhe bashkë me të kundërshtar ka shumë. Gjëra të vogla, për shembull kur po vinim këtu, shoferi ynë mori një telefonat, ka ndodhur një përplasje në këtë vend dhe trafiku është i bllokuar dhe unë them, e po sigurisht. Sigurisht. Ju japin këto karta si çelës për dhomën e hotelit dhe ne marrim 4 njerëz kanë karta të ndryshme për dhomat dhe asnjëra nuk punon. E po, sigurisht. Mos u habisni kaq shumë. Po them, mjaft bët. Ne mendojmë, e po, nuk e kuptoj pse kjo po më ndodh mua. Ju thjesht duhet të qeshni e të thoni sigurisht. Por, po të jap një mesazh djallë, unë s'do të heq dorë. Nuk do të dorëzohem e nuk do të heq dorë. Romakëve 12:12, vazhdimisht të gëzuar në shpresë, për shkak të sigurisë në Krishtin, të qëndrueshëm e të durueshëm në shtrëngime, këmbëngulës në lutje, duke kërkuar vazhdimisht udhëzim, urtësi dhe forcë. Jo duke kërkuar vazhdimisht që problemi të largohet. Dhe siç e thash, po, ne do të lutemi që Perëndia të na çlirojë nga problemet. E dini, jemi njerëzore, do ta bëjmë. Por, s'ka pse të jetë kjo kërkesa jon kryesore. Vërtet. Në mesazhin tek 2 Kronikave, Zoti i tha Jozafatit, beteja është e imja, jo e jotja. Nëse ktheheni dhe studioni këtë, kur Jozafati çoi problemin Perëndis, i foli atij për shumë gjëra të tjera dhe pastaj i përmendi problemin e tij si një shtojc. Çdo gjë tjetër ishte lutje dhe lavdërim dhe sa i madh është Perëndia, dhe sa ai i mban premtimet që bën, me qëra fjala kemi 12 grupe të ndryshme që duan të na vrasin, a mund të na ndihmosh? Po më dëgjoni? Në rregull. Ja dhe një tjetër, Jakobi 1:12, lumi i bekuar dhe i favorizuar nga Perëndia. Favori i Perëndisë është diçka tjetër. Lum njeriu që ngulmon në provë dhe qëndron i fortë kur tundohet, sepse kur kalon provën dhe kur deli i aprovuar do të marrë fitimtar kurorën e jetës. Tani, sa nga ju duan të kenë një dëshmi të mirë? Mirë, a e keni menduar ndonjëherë fjalën dëshmi, se çfarë do të thotë ajo?
Kur ajo me të cilën po përballeni të ketë përfunduar, a do të keni një dëshmi apo do të varni turinjt? Po. Mos bëni si të habitur. Dhe ne mendojme, po unë nuk po e kuptoj pse po më ndodh mua kjo gjë. E po pse jo ty, kjo ndodh të gjithëve, nuk e ka qitronditur kur u ndodh atyra. Një shëmbëltyr tjetër për lutjen këmbëngulëse. Luka 18. Pastaj u tha atyre edhe një shëmbëltyr për të treguar se duhet të lutemi vazhdimisht pa u lodhur gjithë kohën. Duke thënë, në një qytet ishte një gjykatës që nuk ishte frikë nga Perëndia dhe nuk ishte respekt për njeri. Po në atë qytet ishte një grua e vetë që shkonte tek ai duke thënë, më jep të drejtën para kundërshtarit tim. Për një farë kohe ai nuk deshi, por pastaj tha me vete, megjithse s'kam frikë nga Perëndia dhe respekt për asnjëri, duke qenë se kjo grua e vetë po vazhdon të më mërzit. Do t'ja jap të drejtën dhe mbrojtjen ligjore, sepse duke më ardhur vazhdimisht, do të vazhdoj të më bezdis dhe ajo do të më raskapit. Vallë Perëndia nuk do të marr hak për të zgjedhurit e tij e do t'i mbroj ata që i këllthasin atij ditë e natë, a do të vonoj vallë të ndërhyjë në favor të tyre? Po, unë ju them se ai do t'ua marr hakun së shpejti, sidoqoftë kur të vi Biri i Njeriut, a do të gjej ai këtë lloj besimi këmbëngulës mbi tokë? Çfarë dëshiron Jezusi kur të kthehet? Ai dëshiron të na gjej duke qëndruar dhe duke qenë të vendosur deri në frymën e fundit, se do të kemi jetën më të mirë që Jezusi vdiq të na jap dhe se do të përdoremi nga Perëndia për të ndihmuar të tjerët. Ju ende mund të qëndroni dhe e dini, nëse jeni të sëmur prej 10 vitesh, vazhdoni të luteni për shërim. Mos hiqni dorë nga Perëndia, nga që diçka është vonuar për një kohë të gjatë. Dhe unë them këtë, Perëndis do të heq dorë. Është në fjalën tënde? Dhe unë s'do të heq dorë. Nuk e di përse po më ndodh kjo, por nëse do të ma tregosh dua ta di, por e dini Perëndia nuk na thot shumë. Por unë s'do të heq dorë, s'do të dorëzohem. Forca, nuk dua ta harroni këtë që po them sot. Dua të jeni më të fortë e të qëndroni më gjatë. Dhe jini këmbëngulës. Nëse është në fjalën e Perëndis, atëherë mund ta keni. A më dëgjuat? Nëse dikush mund ta ketë, edhe ju mund ta keni. Sepse ju jeni më të këqinj se në të tjerët. Asnjë se meriton atë që i kërkojmë Perëndis të bëj. Këto shëmbëltyra janë interesante, ai në thelb po na fton që ta bezdisim atë. Forca, mund të më bezdisni. Thjesht vazhdoni, e vazhdoni, e vazhdoni, derisa më në fund t'ja jap atë gjë. Mendoni për Lotin kur ishte në Sodom dhe Perëndia tha se do të shkatëronte vendin. Për shkak se asnjë atje s'ishte i drejtë. Loti mori guximin dhe tha, nëse unë gjej 5 të drejtë. E po, filloj me 50 nëse mund të gjej 50. Perëndia tha do ta bëj për 50, po sikur të gjej 10. Mund ta bëj për 10. Perëndi edhe një herë po të afrohem e po të them, po sikur të gjej vetëm 5. E kuptoni ç'po them? Ai thjesht vazhdoi të shkonte pak më afër, e pak më afër. Nuk donte që Zoti të shkatronte njerëzit dhe kështu thjesht vazhdoi ta ngushtonte kufirin edhe pak. Nuk e di pse, por Perëndis i pëlqen kjo gjë. Ati i pëlqen kur ne refuzojmë të dorëzohemi. E dini pse? Sepse kur e bëjmë këtë në thelb po themi, unë besoj se fjala jote është e vërtetë. Dhe unë besoj se ti je i mirë.
Dhe unë nuk besoj se ti po më mban gjë. Mendoj se armiku po më pengon dhe e di se lutja është e fuqishme. Ju kujtohet në librin e Danielit kur ai po agjeronte dhe lutej për 21 ditë? Për përgjigje për diçka dhe kur përgjigja më në fund erdhi. Perëndia i tha se që kur filloi të lutej ai i dërgoi një ëngjëll me përgjigje, por princi demonik që sundonte mbi atë zonë e kishte penguar atë ëngjëll derisa më në fund Perëndia dërgoi Mikaelin që të mbaronte punën. Dëgjoni, Perëndia mund të dërgojë dikë që t'ju ndihmojë dhe nëse djalli e kundërshton atë, vazhdoni lutje dhe ai do të dërgojë një tjetër, dikë që është më fort se ai i fundit. Për disa kohë ai nuk u përgjigj, por më vonë i tha vetes: edhe pse s'kam frikë nga Perëndia e respekt për njeriun, kjo grua do të më bezdis derisa unë t'i jap atë që ajo do. E dini, rendi i fjalëve dhe domethënia në këtë shëmbëltyr është shumë e ngjashme me shëmbëltyrën e mikut të mesnatës. Gjykatësi ishte i padrejtë. Vejusha vazhdoi ta bezdiste dhe të ishte këmbëngulse, derisa ai ja dha atë që donte. Kështu ky është parimi interesant që Jezusi po përdorte. Nëse i bezdisni njerëzit, aq sa të dorëzohen. Dhe ata janë njerëz të këqinj, unë jam Perëndi i mirë dhe çfarë mendoni se mund të merrni nga unë? Nëse nuk do të ishni dorë kaq shpejt. Forca. A e kuptoni këtë që po them? Gjëja interesante tek miku i mesnatës i përmendur tek Luka 11 është se ai nuk po kërkonte diçka për veten e tij, ai ishte këmbëngulës për dikë tjetër. Kështu ju pyes përsëri, sa shumë luteni për veten krahasuar me sa shumë luteni për të tjerët? Sa këmbëngulës jeni në lutje? Po them, kam parë gjëra, jam marrë me njerëzit, një grua që njoh shumë mirë, ishte shumë e sëmurë, për 3 vite ajo ndihej shumë keq, pothuajse gjithë kohën, dhe çdo mëngjes unë lutesha për të. Dhe tani ajo është ndoshta 80% më mirë. E dini ju, vazhdoni. Kuptoni shumë për karakterin e një personi nga mënyra se si lutet. Tani në këto 2 shëmbëltyra dhe tek tjetra për të cilën do të flas mbi 2 burra që shkuan në tempull për të lutur, ne kemi mundësinë të shohim veten tonë. Po ju bëj disa pyetje, sa shpejt ankoheni kur e thanat nuk janë të favorshme? Unë po buzëqesh. E dini, nëse njëri nga ne mund të kaloj një ditë pa mërmëritur një fjalë ankese, do t'ishte mrekulli. Së fundmi i thash vajzës sime, ajo mendon se unë kam humor, sidomos tani sa më shumë plakem, aq më me humor u dukem. Dhe mendoj se kur plakemi, mendojmë se kemi licencë që t'jemi më të lirshëm se më parë. E dini, mund t'ja idhni më lehtë kur plakeni. Fundit bëni sikur nuk e dini ç'po bëni. Së fundi thash vajzës sime, e di çfarë? E di ç'kam kuptuar për veten time? Nuk më pëlqen as pak parehatia. Ajo qeshi dhe më tha, e po të gjithë e dim këtë, apo përpiqesh ta kuptosh këtë tani? E dini, ankohem kur është ftohtë dhe kur është nxehtë, kur karrigja është e fortë, e dini. Kam 42 vite që e bëj këtë, dhe ne duhet të shohim veten tonë vazhdimisht. Amen? A ndjeni të lënë mënjan kur Zoti s'ju jep atë që doni? Si reagoni kur shihni që Perëndia i jep dikujt tjetër atë që ju doni dhe ju nuk po e merrni, dhe jeni të sigurt se ai njeri nuk e meriton atë gjë aq sa e meritoni ju?
O, Perëndi, kjo ta djeg mishin. Shëmbëltyra tjetër tek Luka 18, vargu 9. Është një shëmbëltyr për gjithë brezin egoist ku ne jetojmë sot. Shëmbëltyra e vejushës Këmbëngulce u tha që të mësonte dishepujve të ishin të guximshëm në kërkesat e tyre, por në këtë shëmbëltyr ka edhe një paralajmërim për të mos qenë arrogant ose të pafytyr. Ka një ndryshim midis të qenit të guximshëm me respekt dhe këmbëngulës. Unë e di se funksionon. Funksionon në të natyrshmen, sepse shumë njerëz më kanë kërkuar të shkoje të flasë në ndonjë event që kanë, më është dashur të them jo, më kanë kërkuar një vit më pas, u kam thënë jo. Dhe kanë thënë, do të vazhdoj ta kërkoj derisa ti të vish. Më në fund e kuptova, nëse është kështu, më mirë ta bëj e ta mbaroj atë punë. Po them, funksionon vërtet, apo jo? Sa për ju dorëzohen para fëmijëve, nëse ata vazhdojnë, është si më mirë ta bëj, thjesht lodheni duke i dëgjuar. Kështu, kur e them këtë, e dini se duhet jemi këmbëngulës në lutje, nuk po them se duhet jemi arrogant. Sikur e meritojmë ta kemi atë gjë, në thelb ju thoni, Perëndi, po e bëj këtë sepse kjo është ajo që ti thua në fjalën tënde, dhe prandaj unë po ju flas për këto 3 shëmbëltyra. Që të keni mbështetje tek shkrimet, për të thënë, Perëndi, ti më thua të jem këmbëngulës dhe të vazhdoj të kërkoj dhe të jemi guximshëm, kështu që unë po bëj atë që ti më thua të bëj. Tani, që në vitin 1970, ky brez u deklarua si kultura e narcizmi, do të thot për interes personal. Narcizmi për kufizuar e mora nga një fjalor në internet, do të thot interesit e pruar për veten. Egoizëm ekstrem, me pamjet e egzageruar të talentit tënd dhe dëshirë për t'u admiruar. Kultura jonë është larguar nga përqendrimi tek Perëndia tek përqendrimi tek vetja. Bota thot se lumturia personale është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Ne dëgjojmë fraza si ja kam borxh vetes që të kem më të mirën. S'ka dashuri më të madhe se ajo për veten. Humanistët mohojnë se jemi formuar sipas shëmbëltyrës së Perëndis dhe thonë se asgjë s'është më e lartë se qenia njerëzore. Epoka e re mëson se nuk ka Perëndia askund dhe Perëndia i vetëm është Perëndia brenda nesh. Si të krishterë e dim se Krishti jeton në ne, por të jemi të qartë, ne nuk jemi Perëndi. Amen. Duhet të lexoj këta 5 vargje të shkrimeve, 2 Timoteu 3:1-5. Janë nga më të dëshpëruarit në Bibël, por ne po jetojmë në mes të kësaj. Dhe dije këtë, në ditët e fundit, do të vinë kohë të vështira me stres dhe probleme. Kohë që do të jenë të vështira të durohen. Mund t'ju them diçka, ndjej dëmshuri për çdo njeri të gjallë në planet sot, sepse sinqerisht, të rritësh fëmijë në këtë brez është shumë ndryshe. Po them se ju nevojitet udhëzimi i frymës së shenjtë çdo ditë dhe t'jeni plot me frymën, të keni urtësinë dhe aftësinë dalluese të frymës. Perëndia im, duhet të keni aftësi për të dalluar se çfarë po bëjnë fëmijët tuaj, çfarë po shohin, ku po shkojnë dhe me kë po rrinë. Dhe nuk duhet vetëm që t'u predikoni fëmijëve tuaj, por të jeni një shembull përpara tyre. Modeloni jetën që doni që ata të jetojnë. A më dëgjuat? Vazhdimisht modeloni jetën që doni që ata të jetojnë. Është e vështirë në botë sot. Është e lehtë të dekurajohemi e të heqim dorë e të dorëzohemi. Por nuk është kjo ajo që Perëndia do. Mund të kuptoni shumë nga karakteri i një personi nga mënyra si lutet.
Duhet të mësojmë të lutemi për forcë dhe urtësi frymërore dhe që fryma e shenjtë të mbush personalitetin ton më shumë se sa të kërkojmë gjëra materiale gjithkohon. Dhe duhet të lutemi për të tjerët, jo vetëm për veten tonë.